Njerëzit bëjnë një punë 8 orashe dhe mendojnë se do të kenë gjithçka të sigurt, do të kenë një punë, do të kenë një profesion, mbarojnë një shkollë, marrin ato diplomat e tyre dhe shumë prej tyre nuk e kuptojnë që investimi më i mirë është ky. Jo ky, por investimi më i mirë është që ti të kujdesesh për veten, për gjendjen tënde psikologjike, mentale, të argëtohesh, të jesh në kontakt me veten. Sa më shumë ti kujdesesh për veten tënde mentalisht, aq më të vetëdijshme do jenë zgjidhjet që ti bën në jetën tënde. Nëse ti fokusohesh vetëm në gjërat e jashtme, rezultatet që ti do të marrësh do të kënaqin vetëm botën tënde të jashtme dhe asnjëherë nuk do të përmbushin për brenda. Kështu që po bëja një hiking bashkë me Jan. Dhe më thoshte që njerëzit duan të jenë në punët e tyre dhe duan të jenë të sigurt. Por harrojnë që edhe kjo është një punë. Edhe kjo është një punë sepse të lidh ty me veten, të bën të mendosh më qartësisht, të bën të kuptosh se çfarë ti do vërtet të bësh, investon tek vetja jote dhe nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa investimi në vete. Kështu që ruajeni këtë video dhe shpërndajeni me dikë që ka nevojë ta dëgjojë.